tritë shkon, rinjeri shkon. Kretë me nga pa mytë neve, plaka e qika, gjosë konë, rinja shkon. Rasti maj fështirë kur ka qenë që ja morën nonës prej dorës 2 fëmijë, po ashtu edhe babën, dhe me burën, edhe thëtë ma banën, thëtë fëmijë me dorë, thëtë nësë më shtetë. 74 civil të vrarë të masakruar ishte epilogu i datës 22 maj të vitit 1999 në komunën e Vushtris, ku njëra prej tyre rezulton ende pa gjetur. Hall, a mundesh me na tregu Kone ki dëvram në masakër 22 majit? Burin, djallin e vllaut që këm pas shpe. Qysh ka ndodha ditë në gjarja? Ka ndodhur rast shkije sa koko, edhe në shtyn derën e cëptuun. E qëtën për bagdame sa e hekrit nuk u thyje veç duel. Na që të thash djallit tem, thash hipnin tavan. Hipnin tavan, nashta së gjojnë. Djallin tha, non, nuk des si grue. Na kanë hina bërë ma mirë dekën, se me po na nju diqka. Edhe dullen të partë. Juve grave, do me thonë, nuk ju ngacmun, veç burat, apo jo? Që tash rend kalzëj. 2 fëmijë e djallit të përpara. Daj djalli kaj kej vëgel, ja rrëtshin sytë. Unë e pështel, ajo këthyje peju dhe djallit që këshin marrë dhe i bryqin ku përshka nëmë, tha ka për fëmijë atë vetë, tha se u vrasi një e lujnë me fëmijë. E që me bo qysh me i kapë, edhe nga të veti që shtë edhe kjo me mu konë edhe gratë e krejtë. Kur dullëm për sa kohë nalë, ata i donë, ishti një farë shpije që atë zdi që është të thuj. Ne na qunë pej vërëve, ty kaj, ty bri. Do me thonë i ndonë burat nga gratë? Burat ishtin atje, mos i kemi po. E neve na qunë të vërët, arshina në për... Rrugës, a kishi tortura? Po qysh Juve grave, a ju torturani? Po qysh kishe atë 3 ati rreshin, i ka që meqin i gjyshin për tëke, po qysh s'keshëm, a plokat si këqysh, dhe kush i ka sytë ploka, që ta thmi nga të vetë. Do me thënë juve më të moshuara vetëm ju larganin, apo jo, veç që të në shqit shumë vetë nas, të largëshin një që atë që, një 2 dumnic, ishtin 2 qika, ku që më kanë dhimt, kur jënë dalë, këtë teshat të qkyme, i lëshon, edhe shkum të vërët, nak bas të shin gjepave, na i shkyen vesht, na marshin vath për i veshi, një qaj shkon... Do me thonë edhe plaqkesnin? Qyshja, a i kish mush gjepa dukat qikaq, ma gjupi, edhe... Loke, a i njefshit ju këta paramilitarët serbë? A ishin do një komshi ose do një qytetit që i njefshit? Ja, si kom gjofë, dikush një kom... Po dhe me po që aty s'kom po, pej tëtë që smëshën... Pej panikut, po. Po, jo që si janë konat atë uhit, si kom gjoftë, që atë dinë zi, a u nëzë ndurë, a dhënë vesh, a ja plakave që ata vatë jo marshin, i shkejke gjoko plakë, s'kur jilë, edhe qka me buna qunë të vërë, të arshin bas të shin, kush kish telefon gjep, ja marshin edhe i rashin kryje, me të dhe gjepat i mëshën, me thëm që aty, tash kum harru sa hoten të rikur, edhe nalëshon, ata i bajten trit aty, e i dërën krejt i morën. E gjatë asoj periudhe kur që ndruat e gvarezat, a kishte ndo një djallë tri që ishte munduar të fsheje ose diçka që zbulanin serbët? Kumi marë që ati që i kishin ledhë, krejt i kishin zgi dhe i kishin marë sanë zëke, a i farë si kombi nga rkojshin. Shumisa femna e në kanat e të vore. Tu, edhe trit shkon, rinjeri e shkon, krejt me mëra pa mytë neve, plaka e qika, gjosë kon, rinja shkon. Pastaj Loke, ku e gjetët burin edhe tjerë të humbur që i keshit? Se kemi gjetë kërkon,
mas 4 vjetë i prunë që di që shërë puna, hajde, 2005, po, tani i prunë kufumat, edhe të burrit, edhe të djollgjit, të të shumë kujmë këjshive, krejtë qasaj që i kanë morë të në tri. A kishin ndonjë informacion, a kishin ndonjë pistë se ku mund t'ishin këta, gjatë kohës sa ishin të zhdukur? A ju thojti dikush, apo nuk ishit asnjë lloj informacioni? Kërkush, kur gjë heq. Ku me di qëfar zëri i ka pru, i ka rëkë dhe i ka pru, i qunë që atë gjetën që atë kufu. Ma së në gjetën nuk di, edhe që atë atë në shkunë tani morën, ku i morë brevi. Po, i qunë edhe tash. Mo për asaj ditë s'kem di gjo për ta. Jo vështën, për krejt, të në tri. S'di pse jetojmë, s'di pse jesëm gjollë. Di. Që ta thmi 3 tash që për rritën pak se, për ne vëzar. Burë janë the ka viti me se për të leonë, s'ka përse. O, se që në ubeshin atë gjithë shka. Shkov, rahmeti, shkov. Me datën 99 kam qenë gërbet në Gjermani, kam ikur prej sërbëve tonë që s'na kalan rahat si thmi mu rritë të që shdohet, kurse në vitin 99 e kam hub babën me 2 vllazëri. Që ishin të mosha? Baba ka qenë atëre në moshën 48 dikun, po vllazrit njëri ka qenë 16 edhe tjetri i ka pas 13. Do më thonë kanë qenë shumë të ri. Une kam qenë gërbet për shkak 3 anave të kohës. 3 anave të kohës që kena hek si pe shkijev, po babë ma kanë mytur 99-ën këtu në Vushtrën, masakrën e 68 personave, ku është edhe baba me 2 vllaznit. Në shtëpinë famkeqe të asaj dite të Kahriman Pasromës apo jo? Edhe gjithë kam menduar, 6 vite kam shpresu që baba më kthejet i gjallë. Do me thonë me mërzin, me atohen që Do me thonë ju kishit shpresën që ai do të kthej. Pse kishit ndonjë informacion që ju thonin, sepse edhe në për intervistat të tjera kemi pasur raste kur fqinjët e para luftës serbë, cilët kishin kontakte të ndryshme me shqiptarët, u jepnin disi alarme, ndoshta edhe të pavërteta se është gjallë, është në borg, është... E ju aja si ishte? Ashtu shumë bukur që ti e kes qartë këtë zgjedhëm. Kom menduar gjithmonë që babajnë me 2 vllazrit i kom dikon në borg, sikur se gjithë kanë folë kështu, po rast shumë i keq që ndodhe që është vitin 2004-2005, na erdhi një lajm që babaj është i vdekur, edhe ku forma e tina na erdhë në 2005, kurse për 2 vllazrit tjerë tani më hupi edhe pak shpresa që janë edhe gjallë. Po, do me thënë fillimisht u gjetë babaj? Fillimisht në 2005, do me thënë mas 6 vite u gjetë babaj, edhe pritë shumë tash edhe lajmin edhe të vllazërive që unë kthejnë edhe ta vdekur, kurse shkoj largë edhe e një vllaut erdhë në 2006, domës, do me thënë mas një vitis mas babës, tani mas 4 vite, 2010 orë një vllaut tjetër, do me thonë ka qenë shumë rast i vështirë që ai përket jetës familjare për neve. Ashtu e kom pas edhe një daj me ta, me babën, plus një sebeb tjetër e këna pas burrën e krus miqës, do me thonë këta ka qenë një grup tamam bashkë ato. Po në rast shumë i vështirë. Kush ishte këtu, do me thënë me babajnë edhe me vllëzrit e tu, kush ishte tjetër nga familja e ngushtë? Nga familja e ngushtë ishte nona, me një vëlla të vogël tash që e kanë, do me thonë, një jetë, Hasbi Kadriu, kurse babaj Zeqir Kadriu dhe 2 vëllezërit Ferkiu dhe Haki Kadriu. Unë kam qenë për fat jo këtu, nashta edhe sot nuk isha kësajde, po... Kur e marrët ju lajmin? Lajmin... Dhe si ishte kontakti në periudhën e luftës me familjarët? Kam qenë kontakt me familje, do me thonë përmes telefonit, qysh vitet 98-99, edhe dikur hupi kontakti edhe telefonit, edhe të gjithav, se jetë isha në gërbet, edhe isha gatshëm qysh me orë edhe me luftu për vendin tem, këto si i ri që isha atëherë 18 vjeqar, edhe
për që kënd, do me thonë, e qkrujta, mundova, thash, të vije, të luftoje, të qëroj vendin tem, familjen tem, popullin tonë, po isha edhe i ri edhe nuk u merë dhe renit, ta mon totalisht që të më kapin mu, ose të më bin këto, ose se shkeshin të fa regla që është tek kush është i ushtrum në ushtri, ose pa më pasysh kush të pak edhe me përdor armet e ato. Po në ato vakt, kur vendosa për me ardhë për këto edhe u kryu thuja që lufta tamam totalisht masë qini dhe këfore ta të metën. Po tani për fatkeq për familje tem s'kom ditë kur. Do me thonë 6 vitet e para për babë, 7 për të vllahun tjetër edhe do me thonë 11 vjetë për vllahun tjetër. Kjo konë për mu do me thonë jeta me vështirë që se kum pas lumëturin teme tjetës, qysh me jetu, qysh një person e jeton si ti ose si dikush tjetër kush, ose s'po di çfarë jetë ti e ki, po qysh do të njëri me jetu. Do me thënë, gjithë këto vite ju keni qenë në pritje. Gjithmonë. Dhe kjo besoj që ka qenë gjendja më e keqe që ndër vite ju ka përcjellur për shkak se keni qenë në pritje. Babën e kom varros me turët e mia, po sot apet nuk mëj me besu vetë vetës, me thonë që baba më ka mytë, ose dek, ose nuk me alo me paralizu, me paramendu këtë jetë se që shkanë dorë. S'mëj halo, tash nështë edhe nejse një msheli vetë sytë edhe të shkoj qashtë të qysh sot jam të duke tjetë vështirë, dhe me thonë. Dhimë t'jenë gjithmonë, s'po hieken. Tash ju jeni kthyer në Kosovë, apo jo? Unë jetaj hala në Gjermani, po e kom nonën gjallë, e kom edhe vllahun këso, do me thonë, mundona me gjithat mënyrat qysh nonës ose vllahut me lehtësu jetën sa ma letë, edhe me punë jem atje, me shpirt e me zemër jam këtu në Kosovë, po do me thonë që dita e ditës kur qysh tek nuk dihet, po këtu kom qef edhe me mshirë sytë, edhe me qu jetën temet të fundëm, po është qysh është ekonomia e Kosovës, pa mor pasysh vështërsinat njerëzore, punësisë, edhe për ato njerë për njerë jetoj ati. Detyrojmë. Rasti ma i vështirë kur ka qenë qysh kam ba laf me nonën, është qenë kur më ka thonë që në rrugën e 22 majit tash që është këso në Vushtre, thëtë 2 fëmijet, do më thonë 2 vllazët e mi, që ja morën nonës prej dorës 2 fëmijët, po ashtu edhe babën, do me thonë burrën, edhe thët ma banën, thët fëmije me dorë, thët mëso më shtetë.